Njëri prej 4 njerëzve më të fortë në Britaninë e Madhe është shqiptar. Jimmy Marku ka zënë vendin e 4 në finalen e konkursit burri më i fortë në Britaninë e Madhe. Një tërheqje muskulave të këmbës së madh gjatë konkurimit final i ka privuar atij fitimin e vendit të parë, për të cilën ishte kandidati kryesor. Që në ditët e para të konkurimit transmetuar në kanalin televiziv Channel 5, 32 vjeçari nga Tropoja ka zhvilluar një paraqitje të suksesshme, duke lënë pas 4 konkurrentë të tjerë, që të gjithë profesionistë. Duke folur ekskluzivisht për Top Channel pas mbarimit të natës finale, ai tha se kësaj here fati nuk ishte me të. Vitin e ardhshëm i premtoi të gjithë shqiptarëve se do të dominojnë në të gjitha konkurimet e këtij lloji për të zënë vendin e parë si njeriu më i fortë në Britaninë e Madhe, deklaroi ai. Jimmy Marku ka më pak se 2 vjet që është angazhuar në sportin teje të vështirë të ngritjes së peshave të rënda. Ai është i vetmi shqiptar në botë i përfshirë në këtë lloj sporti. Karriera e deritanishme e tij shënon vetëm suksese. Marku mban titullin njeriu më i fortë në Angli për vitin 2006, po ashtu është fituesi 6 kompeticioneve të ndryshme brenda dhe jashtë Anglisë. Më 11 shtator ai do të marrë pjesë në kampionatin botror TWY, që zhvillohet në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ky lloj sporti është shumë i ndjekur. Mohamed Veliu, Top Channel, Londër.